një qëndrim të tillë. Zeka. Natyrisht është një javë pak e keqe ose me emocione negative java që kaloi, është një bashkëpunim me një trajner fitues, një bashkëpunim i suksesshëm, ku natyrisht Treshja, Demrozi, Zenela dhe Tetova, dhe pastaj kam bërë të mundur që me gjithë grupin dhe stafin atje të kemi dominuar futbollin, jo vetëm rezultate në trofe, po kemi dominuar futbollin me atë që është luajtur në fushë. Kemi prodhuar futboll dhe kemi bërë. Kemi qenë tmerrsisht të pafat në Europë, tmerrsisht të pafat, përjashton ndeshjen me islandezët që e fituan vetë, në ndeshjet e tjera gjyqtarët na kanë qenë kundër dhe atje, nuk kanë qenë me ne, po këto ikën të gjitha. Tetova është një trajner shumë i mirë, mjafton ta shikosh në stërvitje dhe e kupton që me të vërtet realizon atë që ka thënë Shëni apo dhe Mülleri, që ndeshja fitohet në stërvitje, nuk fitohet në stadium. Ka vendin e caktuar, e ka derën hapur tek Gnetja për gjithçka që ka bërë dhe kemi bërë, por natyrisht na vjen keq mbas një bashkëpunimi të suksesshëm. Po mbi të gjitha ju urojmë shumë shëndet në radhë parë dhe ta mbyllim me sukses dhe jam i bindur që i ka mundësitë që me grupin që ka, me punën që ka bërë, jemi brenda të gjithave objektivave, Final Fourin, Kupën e Republikës, edhe Kupën e Shqipërisë, edhe absinet superiore, kështu që themi që nuk u ishtë larguar objektivave, po para kësaj unë desha të bëj dhe një falënderim që më rrallë më ka ndodhur, unë falenderoj Yllin Droqin edhe Klodin dhe gjithë Orën News, që erdhën të ekipi kampion, erdhën ke ekipi fitus në konferencën për shtyp, erdhën ke lajmi, duke respektuar një qytet të vogël, po mjaft të zjarë për futbollin. Ka shumë pyetje, po ide, shiko, sepse të largohesh nga drejtimi një skuadrë është mos e normale, një trajneri, por largimet të tilla ku nuk ka asgjë, le të themi kështu, për shembull, ekipi nuk po çedonte, nuk është ndonjë rrezik në mes të tabelës, në përfundim të saj, apo rezultate negative javë pas jave. Jo, është ekipi kampion për të mposhtur, është aty në garë për të gjitha kompeticionet dhe del tani një moment dhe trajneri që është të drejtën e vetë. Pra, ka një lloj çudie